Mirëmbrëma të nderuar shikues. Qyteti i Shkupit është qyteti më i madh i vendit, me rreth 526.000 banor bazuar në regjistrimin e fundit të popullsisë të vitit 2021. Prej tyre rezultojnë 22.8% apo afro 120.000 banor shqiptar. Zgjedhjet lokale 2025, qytetin e Shkupit e kanë gjetur me 16 kandidat. Në mesin e 16 kandidatëve kemi edhe 2 kandidatë shqiptar. Për të parë kuptuar më qartë e më detajisht se çfarë ofrojnë kandidatët shqiptar për qytetin e Shkupit, sonte në televizionin Shenja i kemi të ftuar 2 kandidatët. Zeid Rexhepin, po për të kuptuar më mirë dhe për ta prezantuar profilin e tij, redaksia e televizionit Shenja ka përgatitur një kronik, të cilën ju ftojmë ta ndjekim bashkërisht. Skender Rexhepi Zeidi ka lindur në Shkup dhe i diplomuar në Fakultetin Filozofik në UT. Në jetën publike ka qenë shpesh i zëshëm për aktualitetet, problematikat dhe çështjet që kanë tanguar shqiptarët. Nga gjurmët e deritanishme në shoqëri, veçohet si pjesëmarrës në protestat studentore në Kosovë gjatë viteve 89-90. Në vitin 1991, bashkëthemeluesi i Lidhjes së Rinisë Islame dhe OH Kalliri i Mirësisë Shkup. 1992, drejtori i shtëpisë botuese Furkan dhe botuesi i revistës edukativo-arsimore Vepra Shkup. 2007, bashkëthemelues dhe kryetari i shoqatës për edukim dhe arsim Klubi Elita Shkup. 2015, bashkëthemelues i lëvizjes Besa, bashkëthemelues dhe sekretari i përgjithshëm i Alternativës. 2020-2024, deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 2023, bashkëthemelues dhe kryetari i lëvizjes Populli. 2024 dhe aktualisht deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë cikël zgjedhor, ai kandidon për postin e kryetarit të qytetit të Shkupit nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Mirëmbrëma zoti Rexhepi dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta, shkënaqësia ime. Zoti Rexhepi, qytetarët shikuesit e kuptuan nga prezantimi që ju tashmë zyrtarisht jeni futur në garë për të kandiduar për kryetar komunën e qytetin e Shkupit. Pse mendoni se tani ka ardhur koha që qyteti i Shkupit të udhhiqet nga një shqiptar? Jo, tani besoj që gjatë çdo cikli zgjedhor në kohën post-komuniste apo demokratike të Maqedonisë së Veriut, gjithmonë është koha që edhe shqiptarët të qeverisin me çdo institucion në këtë vend, qoftë nga niveli i qytetit Shkupit apo atë shtetëror, por fatkeqësisht janë rrethanat politike ndëretnike që tangojnë një rrjedhshmëri ndaj të cilës ne shumë pak mund të ndikojmë. Shembull, unë kam pranuar të garoj për qytetin e Shkupit për të dëshmuar gjithë qytetarëve të saj që shqiptarët apo një koalicion politik shqiptar e ka aftësinë e menaxhimit të një qyteti, të ofrimit të një programe cilësore, të ofrimit të një sistemi të mirë menaxhues për qytetin e Shkupit. Ne mund të ofrojmë shumë zgjidhje për shumë hallë në qytetin e Shkupit, por fatkeqësisht nuk mund të bindim nacionalizmin maqedonas që të votojnë një kandidat shqiptar. Këtë akoma nuk e kemi gjetë çelësin e kësaj. Konsideroj që qytetarët e Shkupit nuk janë fajtor, por janë fajtor politikat devijuese kundër bashkëjetesës në vend. Megjithatë kam pranuar të garoj sepse besoj fuqishëm që me programin dhe ofertën tonë do të dëshmojmë që me të vërtetë një shqiptar mundet të jetë një kandidat i denj për qytetin e Shkupit apo kryeqytetin gjithë tonë të përbashkët. Çfarë ofron Zeid Rexhepi për qytetin e Shkupit? Na tregoni 3 deri në 5 premtimet ose prioritetet tuaja kryesore. E para është ajo që 3 dekada, gati 4 dekada e përjetojmë bashkarisht, është një Shkup i barabartë për të gjithë. Gjatë 3 dekadave të fundit jemi dëshmitarë që Shkupi nuk është i barabartë për të gjithë. Mjafton që të shihni nga pamja ajrore, ta shihni dallimin mes pjesës së djathtë dhe të majtë të Shkupit dhe e kuptoni që pjesa ku jetojnë shqiptarët në anën e Këndej Vardarit apo anën veriore të Vardarit, gjatë këtyre 3 dekadave ka qenë diskriminuar në raport me zhvillimin që ka pasur pjesa tjetër apo jugore e Vardarit apo edhe e Shkupit. Realisht konsiderojmë që shtylla kryesore jone do jetë ta kemi një Shkup të barabartë për të gjithë qytetarët, pa dallim etnie apo vendbanimi ku jetojnë.
Kjo është shumë e rëndësishme sepse mjafton ta shohim kushtet në cilën funksionon pjesa e qytetit të Shkupit në komunën e Çajirit, në komunën e Shupkës, në komunën e Sarajit, në pjesë në komunën e Butelit apo pjesë në komunën e Gazibavës, përsëri ku jetojnë shqiptarët, shihet një diskriminim i skajshëm gjatë gjithë kësaj kohës në të kaluarën Peru dhe në të kaluar. Zotimi ynë është që do bëjmë një zhvillim të barabartë të gjitha komunave, duke përfshi komunat ku jetojmë edhe një shqiptare. Dyta është një digitalizim i gjithë sistemit menaxhues të komunës. Administrativ në komunë, ne do i zotohemi dhe kemi krijuar një program. Programin ton për ndryshe kanë krijuar ekspert nga Aleanca Kombëtare për Integrim, njerëz të cilët kanë përvojë menaxhuese një kohë të gjatë dhe pjesa e digitalizimit është të qenurit tok apo barabart me kohën, në rrjedha me kohën dhe ndryshimet që ndodhin në planin global. Kjo i bie që administrata në kuadër të qytetit të Shkupit duhet të jetë tërësisht e digitalizuar, gjithçka të bëhet me një aplikacion, qoftë nxjerrja e dokumenteve, qoftë parja e buxhetit nga ana e qytetarit në çdo kohë, qoftë themelimi një ombudsmani të pavarur i cili do ta kontrollojë çdo tenderim në kohë reale dhe qytetarët do mund ta shohin këtë sistem. Puna e digitalizimit do të përfshihet edhe në trafik, duke instaluar senzor në trafik, duke instaluar senzor për parking, senzor në për çdo rrugë, që spaku ta kemi qartë senzor ajri. E kam qëllimin që të digitalizohet Shkupi dhe të bëhet me të vërtetë në qytet modern i digitalizuar. E treta, ajo që kemi problem real është ndotja. Ne jemi dëshmitarë që Shkupi është ndër qytetet më të ndotura 10 vitet e fundit. Prandaj kemi një ofertë me cilën do ta mundsojmë që Shkupi jo vetëm ta ulë ndotjen, po ta rrisim gjelbrimin, ta kursejmë harxhimin apo emitimin e gazrave, ta ulim emitimin e gazrave të dëmshme për shëndetin e njerëzve, dhe pjesa tjetër është transporti urban, që kemi një kaos real urbanistik të ne, dhe ne kemi ofertë programore që do arrim ta mundsojmë një ndryshim në kuadër të transportit urban, dhe gjithsesi ajo e fundit, po nuk është më pak e lënë anësh, është edhe puna e kujdesit ndaj beturinave apo tipit pastërtisë në gjithë qytetin, sepse kemi deponi edhe të egra, po edhe ato që janë ekzistuese që është drista, nuk është funksionale ashtu siç duhet. Po, edhe pse për këto veçevesh tani do të diskutojmë, qyteti i Shkupit gjeneron diku 40% të GDP-së së vendit, por edhe përkundër kësaj, jo vetë se përmendet në fjalën tuaj hyrëse, sërish në pjesë periferike të qytetit Shkupit, do thënë komunat Azëm, Çajir, Saraje, Buteli, kështu me radhë, vërehet një mungesë investimesh të duhura, në realitet edhe numri i papunësisë është shumë më i lartë se sa mesatarja e qytetit. Ju, nëse do ta merrni besimin e qytetarëve të Shkupit, keni plan konkret si do ta adresoni këtë pabarazi ekonomike, sepse fenomenin po konstatojmë edhe po pajtohemi se ekziston, por si do të kalohet kjo pabarazi ekonomike? Do thotë e para, pajtohem për një korrigjim, Çajiri nuk është komunë periferike, përkundrazi, është zemra e Shkupit edhe gjithmonë ka qenë qendra e Shkupit. Gjitha tjerat janë zhvilluar përreth Çajirit. Kështu është aspekti historik dhe Çajiri ka qenë më i neglizhuar nga gjitha komunat deri tash. Ne në ofertën tonë dhe kuptohet në bashkëpunim me kompanitë të cilat kanë aftësi zhvillimore në ndërtimtari, kemi projekte konkrete se si të bëjmë ndryshime në Çajir, ndërsa aspektin financiar do diskutojmë bashkë me institucionet relevante të Bashkimit Evropian, Bankën Botërore, si dhe institucione financiare botërore, të cilët do ofrojnë edhe do jenë të gatshme të ndihmojnë pjesën zhvillimore. Pa zhvillim të barabartë për Çajirin, Shutkën, Sarajin, një pjesë e Butelit dhe një pjesë e Gazibabës, nuk mund të imagjinojmë të kemi një qytet bashkohor modern siç pretendojmë të gjithë. Kështu që me projekte konkrete do fillojmë të ndryshojmë Çajirin nga rrugët kryesore, nga institucione arsimore, nga institucione të cilat i nevojiten çdo komune që duhet të jetë bashkohore, jashtë asaj të diskutojmë vetëm për rrugë dhe kanalizim, por ne do të flasim edhe për institucione kulturore, arsimore, institucione bashkohore që me të vërtet ta dëshmojnë që komuna e Çajirit do të jetë
e barabart me gjitha komunat tjera, por do t'jetë e denjë që duket edhe sikur komunat tjera evropiane. Njëjta vlen edhe për komunën e Sarajt, e njëjta do vlej edhe për komunën e Shutkës, e njëjta do vlej edhe gjithkund pjesë që kanë qenë të neglizhuara deri tas. Kemi projekte vërtet konkrete për çdo komunë veç e veç. Në bazë të ulëmtimeve që kemi bërë, kanë rezultuar 95% të ndërmarrjeve që ekzistojnë në qytetin e Shkupit janë biznese të vogla dhe të mesme. Dhe nga kërkimet që kemi bërë kanë rezultuar që një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë paraqitur shpesh herë ankesa për shpërfillje dhe mos përkrahje të duhur nga institucioni lokal, pra nga pushteti lokal qyteti i Shkupit. Keni parapar ju ndonjë model konkret subvencionimi ekonomik për bizneset e vogla dhe të mesme? Po, pjesa e zhvillimit të bizneseve është pjesë e rëndësishme jo vetëm në programin tonë, por edhe në jetën reale, sepse nuk mund të imagjinojmë të kemi një qytet modern, një metropol europiane, në të cilën bizneset e vogla dhe të mesme nuk do të kenë zhvillim. E para që ne planifikojmë të subvencionojmë kompanit e transportit privat dhe kompanit taksi privat, do t'i subvencionojmë për autobus elektrik ose vetura elektrike, me çka do t'ullim elementin e ndotjes dhe ata do të mund të jenë njëkohësisht konkurrent në tregun e transportit në vend. Po gjithsesi edhe kompanit tjera të cilat do ullim e të diskutojmë bashkë me odën ekonomike veri perëndimore që vijnë nga pjesa e komunës e qytetit të Shkupit, që gjejmë forma për subvencionimin e gjitha këtyre bizneseve të vegjëla dhe të mesme, dhe për të zhvilluar ato me ndihmë dhe grante konkret nga qyteti, por pse jo edhe me ndërmjetësimin e qytetit për grante që vijnë nga Bashkimi Evropian. Ne kemi parasysh edhe kompetenca që posedojnë komunat edhe për shkak të decentralizimit jo kuptim plot që ekziston në vendin tonë, por megjithatë, çështjet arsimore janë temase të rëndësishme për secilën komunë veç e veç, por edhe për vendin tërësi. Në këtë drejtim, në bazë të statistikave konkrete që ekzistojnë në vendin tonë, rezultojnë që një numër i konsiderueshëm i studentëve studiojnë jashtë vendit. Pra, nga Maqedonia e Veriut ikin për studiuar jashtë vendit dhe shumë është e vështirë që të kthehen sërish në vend. Në vendin tonë kemi mjaftueshëm universitete, edhe në kuadër të qytetit Shkupit si kryeqytet i vendit. Keni ndonjë plan konkret si do të ndikoni që në çështjet arsimore që këta të rinj që kërkojnë perspektive dhe për studiuar jashtë vendit të njëjtën ta gjejnë edhe brenda vendit? Pjesa e rinisë në përgjithësi, por në veçanti e studentëve, është shumë e ndjeshme, jo vetëm qytetin e Shkupit, por në gjithë vendin tonë. Po pasi që jemi ne garojmë për qytetin e Shkupit, do flasim për qytetin e Shkupit. Ne kemi mungesë të shumë institucione apo qendrave rinore që realisht e largon rinien nga kryeqyteti i cili duhet të jetë me të vërtetë një kryeqytet që duhet të tërheqë jo vetëm rinien, por edhe student. Kështu që në pjesë të programit tonë kemi parapart qendra rinore në çdo komunë. Dhe kemi parapart këtë start-up inkubacione që janë një metodë moderne e hapjes së qendrave apo institucioneve në të cilën të rinj, kryesisht student, do të mund të japin idetë e tyre inovative, t'i ofrojnë në kuadër të këtij inkubatori dhe bashkarisht pastaj njerëzit përgjithësi që do jenë të caktuar nga qyteti i Shkupit, do analizojnë gjitha këto oferta dhe do i subvencionojnë idetë e tyre qoftë në nivel të digitalizimit, përdorimit të teknologjisë bashkëkohore, deri të krijimi vendeve të punës edhe për të rinjt që të mundsohet aftësive intelektuale të studentëve tanë, të rinjve tanë, të zhvillohen në kuadër të institucioneve që do i hapim ne si qyteti i Shkupit. Kjo është një metodë që e përdorin gjitha metropolat bashkëkohore dhe pse Shkupi duhet të rije anash për një zhvillimi të tillë të rinisë. Qendrat rinore duhet të frymojnë po ashtu ngjajshëm, duhet të jenë në shërbim të rinisë, për afrimin e tyre kulturor, për gara sportive, për promovimin e idesh, për promovimin e mundësive dhe kapaciteteve rinore, sepse me të vërtetë kemi një rini të mrekullueshme, posaçërisht edhe atë rinin intelektuale të cilët kanë aftësi zhvillimore, por nuk kanë institucione ku mund të shprehin aftësitë e tyre. Kështu që ne do ju ofrojmë çdo institucion, çdo mbështetje, bile do ju krijojmë edhe ura lidhëse mes studentëve, mes intelektualëve dhe universiteteve që janë tek ne, që bashkarisht me profesorët e tyre të mëparshëm dhe profesorët e tyre aktual, që të mund të mbindërtojnë këto ide inovative dhe gjithmonë flasim për krijimin e
proceseve apo bizneseve të reja inovative, digitale nga në këtyre studentëve dhe të jenë të mbështetura, fillimisht në aspektin ideor, nga profesorët e tyre që pastaj padyshim do jenë mbështetura financiarisht nga qyteti i Shkupit dhe nga pjesën që ne do ta menaxhojmë së bashku. Pra në këtë drejtim synoni edhe që ta zbusni diskrepancën pra lidhjen mes arsimit profesional dhe nevojave të tregut punës. Se është për habi ky dallim dhe kjo diferencë, në njëjtën kohë ka shifra të masë të larta të qytetarëve të ri, sidomos që janë të papunë, por në anën tjetër ka dhe nevojë të madhe për punëtor. Shumë saktë, po. Qyteti i Shkupit ka një administrat prej 45 antarësh, pra prej 45 këshilltarëve. Deri tani përvoja ka dëshmuar që prej 45 këshilltarëve në qytetin e Shkupit, 6 deri në 7 këshilltarë kanë qenë shqiptar. Që i bie, nëse përmendëm në fillim të dhënat zyrtare nga regjistrimi i popullsisë, i bie dikun 15.6, pra më pak se 16% e shqiptarëve që përfaqësohen në Këshillin e qytetit të Shkupit, për dallim prej popullsisë e cila rezulton 22.8%. Çfarë premtoni ju në këtë drejtim dhe si mendoni që mund të menaxhohet dhe të adresohet kjo problematike përfaqësimit të këshilltarëve shqiptar në Këshillin e qytetit të Shkupit? E para, tradicionalisht shqiptarët nuk kanë pas motiv për dalë në zgjedhje. Posaçërisht në vendbanimet shqiptare, këtu jemi dëshmitar, gjithmonë ka një rënje me ulë se sa në vendbanimet ku jetojnë Maqedonas. Nëse mund të themi se e mira e këtyre zgjedhjeve është që fushata zgjedhore në komunat shqiptare në Shkup ka filluar shumë më herët se para hapjes zyrtare, i bie që ka gjasa reale që këto zgjedhje të kenë dalje maksimale deri sot që ka pas në aspektin historik për shkak të peshës që eksponent politik i avan këtyre zgjedhjeve me plot të drejtë. Unë i përfaqësoj Aleancën Kombëtare për Integrim dhe me plot të drejtë themi që këto zgjedhje lokale, edhe pse janë në interes të qytetarëve dhe banimeve shqiptare, janë jetike dhe do jenë referendum politik për shqiptarët edhe për aspektin shtetëror, sepse kemi sa argumentin këtë vi. Me këso lloj fushate, besoj që do rrisim, edhe me oferta konkrete që kemi, do rrisim daljen e shqiptarëve për të arritur numrin e duhur, jo vetëm të duhur, por edhe të rritet numri, sepse në vendbanimet komunat shqiptare jetojnë edhe etnitete tjera, të cilët duhet dhe mos të bëjmë një ofertë reale, programore, që të kenë arsye pse të na përkrajnë ato neve edhe në kuadër të qytetit të Shkupit. Dhe këso lloj ofertash në vazhdim do t'ju japim atyre dhe jam më se i bindur që në këto zgjedhje do jenë me numër më të madh të këshilltarëve shqiptar nga të gjitha zgjedhjet deri sot. Do jemi dëshmitar, gjithë këtë zbashku do e ndajmë. E dyta që është po ashtu një lehtësim se ka shumë lista këshilltarësh dhe ato listat ku janë pjesë të këshilleve shqiptar, në këto lista jemi vetëm 2, ndërsa ka edhe dikun nëse zgaboj 67-8 tjera lista këshilltarësh që do e ndajnë votën e pjesës tjetër të Shkupit dhe kjo është një avantazh pozitiv për ne për faktorizimin e votës shqiptare dhe me të vërtet do jetë një risi e mirë që jam më se i bindur që këto zgjedhjet do kenë numrin më të madh dhe daljen më të madhe të shqiptarëve në zgjedhjet lokale kurdoherë që janë mbajtur deri sot. Çështja më problematike si nivel qendror, ngjashëm edhe në nivel lokal, në vendin tonë kategorizohet transparenca. Qyteti i Shkupit ka një buxhet për afër mbi 100 milion euro në vit. Mirë, po ky buxhet pra kjo shumë të mase e lartë e buxhetit të qytetit të Shkupit nuk është e qashme për qytetarët, pra që ta dinë, në këtë drejtim ju çfarë ofroni, çfarë mekanizmash të transparencës do të ofroni që qytetarët ta dinë sa është buxheti i qytetit të Shkupit, ku shpenzohet dhe si menaxhohet ky buxhet, sepse në mungesë të transparencës pastaj shpërfaqet edhe rreziku për keqpërdorim e keqmenaxhim. Shumë e saktë. Do thot, ajo që ishte pjesë nga pikat kryesore që i potencova në fillim është digitalizimi në një aplikacion digital në të cilën e gjithë puna e qytetit të Shkupit do të ketë çështje çdo qytetar ta kontrollojë me një aplikacion, me një klik të thjeshtë. I bie,
e thash edhe nga nxjerrja e dokumenteve apo pagimi i taksave që mos pritet nëpër sportele, por edhe nga pamja e buxhetit që në kohë reale, në çdo kohë, çdo qytetar i qytetit të Shkupit do të mund që në kohë reale nëpërmjet atij aplikacioni ta shohë gjendjen e buxhetit, harxhimet e ditës, tenderimet e ditës dhe të mund të ketë informacione të sakta pa pas nevojë të hulumtojë askund tjetër. Gjithashtu si shtesë e kësaj për të pa transparencën, sepse transparenca është shumë jetike, nga se bëhet fjalë për paret dhe pas buxhetin që e financojnë vetë qytetarët. Edhe është shumë e ndershme qytetarët në çdo kohë ta dinë se ku shkojnë parat e tyre. Ombudsmani i pavarur e ka po ashtu këtë detyrë. Do të themelojmë këtë institucion që në çdo kohë për çdo tenderim të vogël apo të madh, ata të kenë çësje dhe ta shohin sa është ai tenderim i drejtë, real dhe do japin informacione gjithë mediave nëse ka ndonjë tentim për këtë shpërdorim të këtyre mjeteve. Kjo transparencë duhet të jetë shumë e rëndësishme, duhet përkrahur dhe duhet dëshmuar që me të vërtetë qyteti i Shkupit duhet funksionojë ashtu si kur shumë kryeqytete tjera ku bile në monitor çdo ditë i shef çdo largim apo çdo harxhim apo çdo tenderim, çdo qytetar mund t'i shohë në monitor mes qytetit gjëra që janë shumë transparente dhe shumë reale për një qeverisje moderne bashkëkohore. Ne në fillim diskutuam edhe për çështjen e transportit publik, me që Shkupi është edhe kryeqytet i vendit, pra është vendi ku kanë protestuar gjitha sektorët, si ato publik edhe privat, por ishim dëshmitar edhe të protestave masive që zgjatën te mase, ku protestuan edhe transportuesit privat. Pra, me që qyteti i Shkupit në këtë hapësirë që është, pra në bazë të statistikave rezulton që ka dikun mbi 200.000 pasagerë brenda ditës, i bie që në anën tjetër edhe shohim që në qarkullim ka akoma autobus të cilët nuk i plotësojnë as kushte teknike për dalë në qarkullim. Pra në këtë drejtim për përmirësimin e transportit publik, çfarë plani konkret ju keni pas asaj që përmendet që do të sjellni pra autobuset ekologjik nëse nuk gaboj? Po. E para, problemet me transportin publik, këto janë një periudhë shumë të gjatë për qytetin e Shkupit dhe është fatkeqësi që qyteti i Shkupit është ndër qytetet metropole që ku më spaku përdoret transporti publik, diku 15% qytetarët e përdorin dhe kjo me plot të drejtë sepse kushtet që ofrojnë ky transport janë në çdo nivel të standardeve evropiane, janë të mjerueshme, jo vetëm autobuset të harxhuar dhe që bëjnë ndotje të madhe, por edhe koha dhe timingu i qarkullimit tyre gjithmonë është i paditur me vonesa dhe qytetarët nuk e përdorin këtë. Ne kemi në pjesë programin tonë që të arrijmë të motivojmë qytetarët me ndryshime reale në transportin publik që të arrisim brenda mandatit tonë diku deri 40% qytetarët e Shkupit ta përdorin transportin publik. Kjo bëhet e para duke siguruar autobus elektrik, jo vetëm për ndërmarrjen publike transportit, por edhe për ato transportuesit privat, pasi që vërtet duhet të jenë konkurrent edhe ata në treg, se nuk mund t'i diskriminojmë, po do i subvencionojmë ne që të jenë të barabartë në treg, pastaj nëpërmjet sigurimit të korsive të posaçme në rrugë, tu mundsojmë që këto autobus të mund të qarkullojnë shumë më shpejt se të tjerë dhe të kemi një aplikacion dhe senzor ku në çdo stacion do të tregohet edhe sa kohë i duhet cilit autobus dhe në kohë reale të mund ta përcjellin qytetarët kur vjen. Nëse arrijmë që të sigurojmë autobuse bashkëkor, në të cilët qytetarët nuk do ndihen të ofenduar të udhtojnë me të arrijnë ato autobuse të sigurojmë korsi për të arritur në kohë në destinacionin që e kanë paraparë në bazë të orarit, atëherë padyshim secili qytetar do të kishte dashur të parkojë veturën diku jashtë dhe me autobus të shkojë deri në qendër, atje ku e ka detyrën apo kryen e shërbimit të tij. Po, a u bëhet padrejtësi studentëve që studiojnë në universitete publike, në universitete private ose privato publike që nuk janë shfrytëzues të transportit publik falas? Kjo është jo bën është diskriminim që zguxon as të imagjinohet, do të në konceptin ton çdo student dhe çdo nxënës i cili është detyruar që për të shkuar në institucionin arsimor duhet të udhëtuar, do udhëtojë me transport falas të siguruar nga qyteti i Shkupit. A keni pjesë të programit tuaj që do të ofroni transport publik falas për gjithë studentët pavarësisht ku studiojnë? Për gjithë qytetarët që studiojnë në qytetin e Shkupit dhe që duhet të qarkullojnë nga vendbanimi i tyre deri te institucioni arsimor.
Zoti Rexhepi, ju tashmë jeni pjesë e koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim, koalicion i cili erdhi si rezultati koalicionit paraprak Fronti Evropian nga viti që lan pas. Ai koalicion me ato partner politik, pra me ato lider politik që u themelua vitin e kaluar, tashmë nuk janë. Pra mungon Mendu Thaçi nga publikimet e deri tanishme pritet, pra është distancuar publikisht edhe Arjanit Hoxha, kryetari i PDS. Ju po vazhdoni akoma të jeni pjesë e këtij koalicionin. Këtë drejtim, a jeni ju i dëgjueshëm apo zoti Ahmeti është korrekt ndaj jush që po vazhdoni të bashkëpunoni? Deri sot historikisht kam dëshmuar në çdo aktivitet tim politik që dëgjueshmëria ime është konform interesave kombëtare që mund t'i përfaqësoj unë ose që duhet t'i jetësoj. Edhe këtë çështje e kam dëshmuar mjaft që asnjëherë nuk kam lejuar askush të imponoj mendimet të cilat unë nuk mund t'i përshtati në jetën time të përditshme apo nuk mund t'i akceptoj. E dyta, Fronti Evropian ishte edhe akoma është një koalicion i lirë për të hyrë për të qenë pjesë e saj dhe po ashtu i lirë për të braktisur atë çdo herë që mendon dikush që nuk e ka vendin aty. Dhe gjithmonë jemi mirënjohës për çdo njërin që ka qenë pjesë e Frontit Evropian, po do jemi mirënjohës edhe momentin kur elshon. Nga në ndërgjegjen e atij mbetet se si e komenton braktisjen e Frontit Evropian, derisa unë me plot përgjegjësi them që çdo vendim që është marrë deri sot, nga themelimi i Frontit Evropian deri sot, ka qenë vendim i sjellur në tavolinën e gjithë përfaqësuesve të Frontit Evropian. Pastaj se si e komentojnë tjerë, ato mbetet në ndërgjegjen e tyre, edhe në moralin e tyre. Arjanit Hoxha nuk është larguar nga Fronti Evropian. Është pjesë e listës së dorëzuar në KSZ për zgjedhjet lokale. Ai e ka ngrirë kandidimin e antarëve për këshilltar për arsye politike që kur të bie rasti do pjesni atë pse. Po në interes të kohës. Por është pjesë e Frontit Evropian, padyshim, edhe është pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim. Këtë e them se pse edhe unë jam nënshkruesje atij dokumenti që është dorëzuar në Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe po ashtu është edhe Arjanit Hoxha me PD-n pjesa asaj liste. A zoti Rexhepi, urno. A po keni hapësirë dhe mundësi të mjaftueshme për t'i vazhduar idealet e lëvizjes Besa në ombrellën e BDI-s? Idealet e lëvizjes Besa kam qenë një ndër themeluesit e atyre idealeve. Edhe fatkeqësisht tash duhet të jem gjithmonë transparent, pavarësisht se si do më komentojnë njerëzit, fatkeqësisht që ato ideale qysh në lëvizjen Besa u thyen. Nuk u pret që themelohet alternativa apo vjen një koalicion tjetër. Idealet e lëvizjes Besa janë që shqiptarët të jenë zotë e vetes vet dhe të jenë të ngërthyer në identitetin e tyre edhe kombëtar, edhe shpirtëror, edhe kulturor dhe asnjëherë mos nënshtrohen ndaj askujt pavarësisht presioneve apo pavarësisht interesave politike. Për fat keq, këto ideale u thyen që në kohën e parë, në vitin e parë të ekzistimit të lëvizjes Besa, tashti çdo kush kur flet për fajtorin do adresoje te pjesa tjetër se kjo është çështje janë çështje të mbyllura. Këto çështje diskuton më mirë qytetari, vlerëson qytetari se ndodhet. Ato ideale që i kam pas lëvizjen Besa, ato ideale i kam përcjellur edhe në alternativë, ato ideale i kam edhe sot dhe nuk ekziston subjekt politik i cili mund të ma ndryshojë idealin pavarësisht dallimeve që mund t'i kemi me subjektet politike tjera. Në këtë drejtim ishte edhe pyetja e radhës që pra se ishte themeluesi i lëvizjes Besa, pastaj vazhdua si opozitari i alternativës dhe sot jeni kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim. Kush është në të vërtetë Zeid Rexhepi, një ideolog, opozitar apo një pragmatist politik? Një individ i cili dëshiron që të jetë në shërbim të interesave të qytetarëve. Kam ditë ngrej zanin dhe të bëhem oponencë e qeverisë në çdo kohë atëherë dhe sepse kam konsideruar që çështjet të cilat nuk janë të zhvilluara ashtu siç duhet ose projektet nuk janë të realizuara në vendbanimet shqiptare, kam qenë kritikues i asaj qeverisë, na qeveri ka qenë BDI-ja padyshim dhe sot përsëri ndaj çdo fjale time që kam thënë gjatë tërë kohës i qëndroj mbrapa.
Sepse nëse unë e kam dhënë një vrejtje për një projekt që nuk është realizuar dhe akoma nuk është realizuar, nuk mund ta ndryshoj qëndrimin tim. Mirë po, kur të vim në çështje më madhore, në çështje të cilët duhet mbrohet dinjiteti i shqiptarëve, në çështje në të cilën nuk guxojmë të lejojmë ne që faktori politik Maqedonas të tërheq përveshje shqiptarët, cili do qoftë ai shqiptar, edhe këtu ne obligohemi që të bëhemi bashkë. Në momenti kur ty, mu dhe gjithë tjerëve, na cenohet gjua shqipe, na cenohet marrëveshja e Ohrit, na cenohet përfaqësimi drejt dhe etnik, na cenohet e drejta e administratore për qenë në pozitat e duara, ashtu çfarë kanë qenë 22 vitet e fundit, në këtë moment atëherë detyrimisht do duhet të lidhemi rreth një stërmullari kombëtar me të cilin ne këto do i rikthejmë ose do i mbrojmë. Unë e kuptoj pjesën e subjektit politik që është pjesë e qeverisë. Interesa personale, lokale, urrejtje, mos e kam ta thënë do thot pavarësisht, por në këtë rast nuk i kuptoj ata të cilët mundohen ta zhbëjnë identitetin kombëtar të përfituar kaq gjatë edhe tash për çështje lokale interese, personale ti lejojnë që të asgjësohen ato. Por nuk po keq kuptojmë. Prezantuar programin. Pyetja juve nuk është për programin, do të thotë përgjigjja ime është për programin. Jo, unë dëgjova mjaftueshëm, po pyetjet e fundit kërkojnë përgjigje sa më të shkurtra në interes të kombëtar. Pavarësisht unë tash doja përgjigje ashtu siç e shoh unë përgjigjen e juja është bëni pyetje ime dhe apo përgjigje. Do thotë koalicionimi im në pjesën e Aleancës Kombëtare për Integrim është bërë për t'i ruajtur ato ideale që i kam pasur që kur e mbaj mend veten unë, që kur kam ekzistuar si njeri i formsuar deri sot, dhe ato ideale do jetësoj edhe në Aleancën Kombëtare për Integrim, po edhe në cilin do qoftë koalicion tjetër që mendoj që do duhet të jetësohen. Të dilsh kandidat për qytetin e Shkupit nuk është interes personal. Ne e dim se sa rrezik është bërë, por megjithatë dal për të treguar integritetin kombëtar, për të dëshmuar qyteti i Shkupit duhet të ketë edhe kapacitet intelektual një shqiptar, edhe menaxhues, edhe programor që të dëshmojë të tjerëve që ne mund ta mbrojmë këtë identitet. Pikërisht për shkak të betejës që kemi ne me VMRO-n, kjo unë është edhe dalja ime në qytetin e Shkupit. Nuk kemi betejë ne me shqiptarët e Vlenit. Asnjëherë se kam konsideruar tillë. Janë vëllezërit tanë, të cilët për momentin nuk e shohin një gjendje të rëndë që është, por për atë jemi ne vëllezërit më të mëdhej, Aleanca Kombëtare për Integrim që do kujdeset edhe për shqiptarët që janë pjesë e Vlenit, se betejë jonë është mes shqiptarëve dhe maqedonasve, të cilët dojnë ta rikthejnë Maqedoninë të maqedonasve, ta deshqiptarizojnë dhe të na kthejnë në kohën para 2001-s, koha do e dëshmojë që kështu do jetë. Dhe e fundit, si u ndjet mbrëmjen kur e hapët fushatën zyrtare, teksa dëgjoheshin në sallë brohoritjet Artan Grubi? Ato pyetja e 2-3 që bëjnë mediumet është rreth kësaj, është një individ që është pjesë e BDI-s, ka qenë pjesë e BDI-s dhe normalisht që është larguar nga BDI-a me vendimin e tij. Vetvetiu dhe tash se si do të brohoritet publiku apo qytetarët për rreth, për mua fare nuk më bën përshtypje, më shumë e kuptova si provokim ndaj palës tjetër se sa si brohoritje për ndonjë personalitet tjetër. Unë nuk i përzijem një subjektit politik që këndo kenë pjesë të ekipës tyre, për mua është me rëndësi që sot BDI-a i ka gjithë përfaqësuesit e duhur, që ato që din ta menaxhojnë edhe si subjekt politik, po edhe si kapacitet menaxhues për komunat ku janë, gjithë kandidati ka BDI-a ato të cilët janë të paraqitur. Tjerë të cilët kanë qenë nga e kaluara, mbeten në të kaluarën. Mirë, zoti Rexhepi, ne do të vazhdojmë ta ndjekim fushatën tuaj dhe sigurisht që do të takohemi sërish për të parë se ku jemi me ato premtime dhe zotimet që keni dhënë nga kjo studio, por edhe nga fushata që po e zhvilloni. Padyshim, jeni të mirëseardhur gjithkohë. Ndërkaq, ju shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne, sepse tani do të vazhdojmë me intervistën me kandidatin nga koalicioni Vlen, zoti Bashkim Bakiu, i cili po ashtu kandidon për qytetin e Shkupit dhe për ta parë kuptuar më qartë, më detajisht profilin e zotit Bakiu, ju ftoj ta ndjekim bashkërisht kronikën e përgatitur nga televizioni Shenja. Bashkim Bakiu mba një master në zhvillimin lokal krahasues, diploma të përbashkëta nga Universiteti i Trentos, Itali, Universiteti i Regensburgut në Gjermani dhe Universiteti i Ljubljanës. Ka përfunduar studimet e ciklit të parë në Universitetin Shënkirili dhe Metodit të Departamentit të Studimeve Politike Shkup. Bakiu ishte praktikant në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe studiues në Institutin për Demokraci, Solidaritet dhe Shoqëri Civile. Ai ka punuar për më shumë se 7 vite si analist në
Qendrën për Kërkime dhe Politikbërje. Mëtej, Bakiu është themeluesi i Institutit për Kërkime të Politikave dhe Qeverisje të Mirë. Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare. Vitet e fundit, ai ka punuar në organizatat ndërkombëtare në PNUD nga viti 2018 deri në vitin 2020. Më pas, ai drejton Qendrën e Shtrirjes së Aleancës për Shqiptarët. Fushatat e tij të interesit janë decentralizim, analiza socio-ekonomike në një kontekst shumë etnik, zhvillim lokal dhe transparenca e çështjeve buxhetore. Bakiu ka 10 vite përvojpune në sektorin e OJQ-s, duke punuar në projekte të ndryshme. Bakiu ka përvojpune si konsulent në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Ministrinë e Drejtësisë. Bakiu ishte gjithashtu sekretar shteti në Ministrinë e Sistemit Politik për 6 muaj. Këto zgjedhje, Bashkim Bakiu kandidon për kryetar të qytetit të Shkupit nga koalicioni Vlen. Jemi rikthyer në studio ashtu siç ju paralajmëruam për të vazhduar intervistën me kandidatin tjetër nga koalicioni Vlen për qytetin e Shkupit, zoti Bashkim Bakiu. Mirë se erdhët, zoti Bakiu. Mirë se gjetëm. Zoti Bakiu, ju jeni futur në garë për qytetin e Shkupit, por në realitet çka mendoni se pse pikërisht tani është koha që qyteti i Shkupit të ketë një kryetar shqiptar, pra të udhëhiqet qyteti i Shkupit nga një shqiptar? Pse shqiptar? Sepse kemi provuar qeverisjen me shumë kryetar komunash. E kam thënë edhe publikisht se qyteti i Shkupit është qeverisur edhe nga të majt, edhe nga të djathtë, është qeverisur edhe nga të pavarur, është qeverisur edhe nga liberal. Jo rastësisht edhe sugjerimi im ka qenë është koha për një bashkim, duke u referuar për profilin tim shqiptar. Sepse ne jemi njerëz, dhe na dallon kapaciteti, na dallon përvoja, na dallon eksperienca, dhe kur jemi këtu për qytetin e Shkupit, ju e bët edhe në promovimin hyrës, unë kam mbaruar falënderimit të një burse nga Komisioni Evropian, unë kam mbaruar master për zhvillim komparativ lokal, edhe atë ka qenë fati im që të jem në 4 qytetet e Evropës, ashtu ka qenë Erasmus Mundus programa, duke marrë njohuri pikërisht në segmentin e decentralizimit. Pastaj deshti fati që kur të kthehem të punoj në sferën e decentralizimit, kam punuar në GIS si ekspert i fushës, si ndihmës i institucionit Ministrinë për Pushtetit Lokal. 3 vite e gjysmë kam qenë edhe në UNDP, ku kam qenë implementues i projekteve dhe ndihmat që u jepën komunave në vendin tonë. Pastaj kam qenë dhe jam autori shumë dokumenteve, ligjeve, analizave të cilët kanë të bëjnë me decentralizimin. Aspekti i edukimit, i masterit tim, i temës ka qenë lidhur me tregu i punës, roli i decentralizimit dhe ofertat e tregut të punës. Në aspekt statistikor, shqiptarët janë parafrasisht 23% në Shkup, por duke i referuar nevojës për një qeverisje të mirë, kemi dalë, më thonë, si ofertë. Mirë, po fatmirësisht që nuk e bën të pamundshme edhe qëllimin tim për kandidim, është nëse keni parë anketat e fundit, unë qëndroj, domethënë, me përqindje, me mundësi për shkuar në raundin e dytë, që e ndryshon gjithë garën, e bën ndoshta edhe më interesant, që më i saktë dallimi i kandidatës së LSDM-s dhe imi është shumë i vogël, që me një orvaqje pak më të madhe time, me një promovim ndoshta prezantim dhe tërheqje të votuesve, besoj se mund të kalojmë në raundin e dytë, dhe atëherë gjithçka ndryshon edhe gara. Pra jeni optimist që gjasat? Sigurisht se po, flasë në bazë të hulumtimeve të fundit dhe anketat që janë bë publike. Dua t'i adresohem në fakt përveç se pjesa dërmuese e votuesve që deri tani jam adresuar janë konkretisht shqiptarët e Shkupit, por kjo nuk do të thotë jo vetëm, sepse thash vizavi gjithë kandidatëve të tjerë,
për mos më qenë modest, kjo është letërnjoftimi im, më thonë është përvoja, është eksperjenca në vendet evropiane, është ekspertiza në sferën e decentralizimit, përvoja ime në organizata si që është UNDP-a, GIZ dhe organizata vendore ku kryesisht kam punuar në sferën e decentralizimit dhe komunikimi me qytetarët dhe komunë, që e bën ndoshta më konkurrues, tash mos jem modest, më konkurrues vis-a-vis edhe kandidatëve maqedon. Në fakt ata nuk dallojnë prej shqiptarëve. Basta ju po thoni që në Shkupi përpos që ka nevojë për një kandidat shqiptar edhe për një profil të tillë. Sigurisht, sepse të menaxhosh me komunët duhet të kesh spaku njohuri për sferën e decentralizimit, lidhjet që kam krijuar edhe jashtë edhe brenda, normal se duhet shfrytëzohen për I shesi për parsin këtë jo vetëm atë, po pastaj rjeti që mund të krijohet, që është e nevojshme sidomos për një metropol, e vën avantazh, domethënë edhe qytetin, po edhe komunat ku do qeverisim ne si vlen. Sepse domethënë janë përvoja të cilat ne ose unë i kam parë në vendet ku kam qenë, në fakt edhe ku kam studiuar, sepse modeli i të studiuarit ka qenë i tillë, do thonë edhe praktik edhe teori. Sepse në esencë, domethënë decentralizimi, zhvillimi lokal nuk kupton të jesh pak edhe në terren, të shohësh se cilat janë nevojat e qytetarëve, si funksionon ndërmarrja publike, si menaxhohet, si konsultohen qytetarët, dhe kjo do thonë e bën komunën dhe qeverisën më efikase dhe më efektive. Sakt. Çfarë ofron Bashkim Bakiu për qytetin e Shkupit? Mund përmendni 3 deri në 5 premtime dhe projekte konkrete, çfarë ju i keni parapar në plan programin tuaj? Çfarë konkretisht ju ofroni për qytetin? Kështu i ndaj, domethënë janë projekte dhe veprime të cilat duhen ad hoc të intervenohen. Pra zgjidhje emergjente, po? Po, zgjidhje emergjente sa i përket funksionalizimit të ndërmarrjeve publike. Janë në altë poshtë 8 ndërmarrje publike të cilët operojnë dhe kanë, mund të them, komunikim direkt dhe reflektojnë jetën e qytetarëve në formë direkte. Unë t'i përmend këtu e kemi ndërmarrjen publike higjiena komunale, e cila jemi dëshmitar se për momentin qyteti dendet në një kaos. Jo vetëm atë, por edhe rrezikon shëndetin edhe të qytetarëve. Këtë shmenaxhimi i asaj ndërmarrje ka krijuar që në çdo cep të shohim mbeturina. Në çdo lagje të shohim mbeturina. Jo menaxhim jo i mirë, dhe kjo ka ndikuar fatkeqësisht që krijohet një fotografi goxha e keqe. Çfarë them ad hoc? Sepse aty më njëherë do të ndrohet menaxhmenti i ndërmarrjes dhe të krijohen me ato kapacitetet që ka, për shkak se mbas të analizave, informacioneve që kam, do thonë ato ndërmarrje publike punojnë me humbje, për skaj të ardhurave që i kanë, sepse çdo qytetar në kuadër të qytetit të Shkupit paguan për shërbimet në aspektin e grumbullimit të mbeturinave, që fatkeqësisht ne nuk i marrim si shërbime dhe e shohim një fotografi të tillë. Dhe këtu duhet intervenim ad hoc më njëherë për të ndruar menaxhmentin dhe për të intervenuar spaku për të kaluar këtë krizë. E njëjta vlen edhe për ndërmarrjen publike të transportit. Kemi transport publik i dështuar, domethënë nuk është në kohë. Po do të diskutojmë për çështjen e transportit më vonë. Por tani, çka është e rëndësishme për të pasur një zhvillim lokal edhe të hapshëm edhe shumë të nevojshëm për qytetin e Shkupit, si kryeqyteti i vendit dhe qyteti më i madh i shtetit. Shkupi gjeneron diku 40% të GDP-së së vendit. Dhe në këtë drejtim, kjo nuk e përjashton mundësinë, pra nuk e ka përjashtuar mundësinë që në pjesë periferike të Shkupit, po në pjesë qendrore siç është edhe Çajiri, Tazëm Boteli ose komuna e Sarajit,
Niveli i papunësisë është kogja më i lartë për dallim prej mesatarës së qytetit. Në këtë drejtim edhe investimet në këto komuna që janë përreth qytetit të Shkupit kanë qenë shumë më të zbehura edhe më të reduktuara për dallim prej investimeve në komuna tjera. Si do ta adresonit ju këtë pabarazi ekonomike nëse do ta fitoni besimin e popullit? Në fakt ka dy segmente këtu. Një diskriminimi që ndodh në aspekt të investimeve, për shkak se një ndër pjesë e programeve tona është edhe zhvillimi i barabartë i gjithë komunave, që do të kupton sa kontribojnë, aq edhe të marrin në distribuohet. kthem, po. Në fakt, ja, për shkak se vi për një komune ku fatkeqësisht 4 vitet e fundit është e diskriminuar edhe në aspekt të kontributit të taksave të pronës. Para 4 viteve, Këshilli i Komunës Saraj mori vendim që të rritet taksa për 50%. për 50%, që në fakt distribuimi i tillë ndodh që 50% ajo rritje, domethënë 50% e asaj shumës që kontribon qytetari të shkon në kaskën e qytetit të Shkupit. Dhe në praktikë, unë kam studiuar në Trento, kam jetuar atje 12 muaj, dhe është interesant se si zbatohet dhe si funksionon decentralizimi fiskal. Domethënë, aq sa kontribohet nga komuna në qendër, domethënë në Rom, aq 95% kthehet si investim. Fatkeqësisht nuk ka ndodhur për komunën e Sarajit. Mandej nuk ka mekanizëm ose nuk është zgjedhur ndonjë formë që ekzistojnë praktika në vendet e Evropës. Për shembull, fshati Rashë është fshat në kuadër të komunës së Sarajit. Aty buron ujë që furnizon gjithë qytetin e Shkupit. Megjithatë, historikisht asnjëherë nuk i është kthyer komunës e në veçantë fshatit Rashë. Që do thotë, ne mund të krijojmë edhe politika, edhe propozime të cilat për të krijuar një fond ose të emergjencës ose fond investimi që nga ajo që grumbullohet nga të hyrat për ujësjellsin, për shkak se burimi gjendet në fshatin Rashë, të krijohet një fond për komunën ose në veçantë për fshat, për shkak se po të shkoni tani të shifni, domethënë nuk ka infrastrukturë të mjaftueshme dhe mund të them se sidomos 4 vitet e fundit, zero ka investim nga qyteti i Shkupit. Domethënë, nëpërmjet Këshillit Komunal, do të iniciojnë propozime të cilat do të kërkojnë distribuim të barabartë ose në bazë nevojave të zhvillimore ose në bazë nevojave të meritës. Dhe kjo në një farë formë do të kontribuojë edhe në zhvillimin lokal. Sa i përket punësimeve për shkak se përmende, unë mendoj se ka munguar në veçantë në komunën e Sarajit një bashkëpunim tërkëndshëm midis pushtetit lokal, në këtë rast komunës, Ministrisë së Arsimit dhe biznesit. Unë kur flas për masterin, temën e masterit e kam pas nevoja e tregut të punës dhe roli i arsimit në decentralizim. Domethënë, komuna nuk ka iniciuar, nuk ka propozuar kurrikula që bashkë me Ministrinë e Arsimit të krijojnë profile të cilat janë të nevojshme në tregun e punës. Mirë, kjo nuk kupton një diskutim, një konsultim, sepse demokracia nuk kupton pjesëmarrje, po jo vetëm zgjedhje. Konsulta nuk kupton edhe gjatë procesit të menaxhimit, jo vetëm qytetarët, por edhe biznesit, dhe në bazë të asaj të shifet se cilat janë nevojat, për shkak se vetëm zoti Bakiu për çështjet arsimore kur do të dalmi te kjo pjesë ta përfundojmë me çështjet ekonomike se në bazë të ulëmtimeve tona që kemi bërë ka rezultuar që 95% e ndërmarrjeve në qytetin e Shkupit janë biznese të vogla dhe të mesme. Sigurisht, po. Dhe nga ato që kemi parë, do thotë kemi rezultuar në ankesa të shpeshta të këtyre bizneseve të vogla dhe të mesme që kanë pasur mungesë të mbështetjes dhe përkrahjes së duhur nga pushteti lokal, posaçërisht nga qyteti i Shkupit. A keni hartuar ju, a keni ndonjë plan konkret të subvencionimit si të mbështetet këto biznese? Ka dy forma të subvencionimit. Një është direkte, në formë financiare ose në trajnim kapacitete të personave të cilët menaxhojnë me biznesën qoftë të punësuarve, dhe forma tjetër është ku qyteti i Shkupit është si mediator, domethënë në kuadër të institucionit ose zyrave të qytetit të Shkupit të formohet zyre e cila do të
me personat të cilët do të trajnohen do të jenë në shërbim të biznesit, qoftë në thithjen e fondeve, qoftë në marrjen e përpëlimin e projekteve të ndryshëm, ku do të krijojmë një situatë win-win, domethënë edhe për sektorin e biznesit, me çka edhe mund të rikthehet nevoja për punëtor, dhe normal zvoglohet edhe përqindjet papunësumëve, dhe në këtë formë të kontribojnë në një farë forme qyteti i Shkupit në rritjen e kapaciteteve të saj. Po, unë në bazë të ullumtimeve dhe në bazë të analizave që kam bërë në kohën e kaluar, tek biznesi, ato kanë mjaft kapacitete. Mandej, ka pas raste ku kanë thënë se nuk kemi nevojë as për të holla, nuk kemi nevojë as për subvencione direkte nga komuna deri tek biznesi, sepse fatmirësisht ne kemi arritur në një nivel të krijimit të një biznesi që gjeneron profit. Atëherë u nevojitet infrastrukturë mjaftueshme. Me standarde. Nëse shihni shembull edhe rrugën ku realisht është zona e biznesit ku gravitojnë shumica e bizneseve shqiptare, një pjesë e planit urbanistik është ngecur për shkak të ngecjeve që bën qyteti i Shkupit. Aty për të qenë më i saktë, finalizimi i rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit varet prej qytetit të Shkupit, sepse është zonë e cila lidh qytetin e Shkupit me kufirin ose me Kosovën. Mirë po, është edhe zonë ku realisht është një pjesë e konsiderueshme e biznesit, sidomos të biznesit shqiptar, mirë po në aspektin infrastrukturor ka ngecje shumë, dhe këtu nuk mund të mohohet edhe përgjegjësia që i bjen qytetit Shkupit, për shkak se shpesh herë ka ndodhur, në veçantë i kohëve të fundit ka ndodhur që qeverisja aktuale e Lëvicës, BDI-s dhe Danellës të pengojnë realizimin, administrimin dhe procesuimin e dokumenteve dhe planeve që pastaj do të mund të hartohet edhe të niset me punë, përveç asaj që ato kanë për obligim, sidomos aspektet infrastrukturore të kanalizimit të ujësjellësit dhe të rrugëve dhe bulevardeve që ti rregullojnë vetë. Zoti Bakiu, në bazë të statistikave që nuk flasin mirë, është një pjesë kogja e lartë e të rinjve që vendosen me studiu jashtë vendit. Fati mirë që ju keni studiuar dhe jeni rikthyer, por një pjesë dërmuese e tyre nuk kthehen në vend. Në qytetin e Shkupit frekuentojnë ka mjaftuar shumë universitete, por çështja e arsimit është çështje shumë e rëndësishme edhe për zhvillim lokal, por edhe në nivel qendror. Në këtë kontekst, ju si kryetari i jashtëm i qytetit të Shkupit, nëse do ta merrni besimin e qytetarëve, çfarë keni vendosur? A keni ndonjë plan konkret për çështjet arsimore që këta të rinj që kërkojnë perspektivën jashtë vendit ta gjeni në vendin tonë? Jo, shefe, realisht dhënia e mundësisë ose orvajtje studentëve tanë që të shkojnë të studiojnë jashtë është lajm i mirë, lajm pozitiv. E mira e këtë kësaj është që ne du t'i mbajmë lidhjet me to, me të vetmin qëllim që t'i stimulojmë të njëjtit të kthehen këtu, praktikat, përvojat, njohurit, t'i aplikojnë në vendin tonë, qoftë në sektorin privat ose në sektorin publik, dhe kjo është krijon një situatë që të nesërmen mund krijoj profit. Roli i qytetit Shkupit ku do të kishte qenë këtu? Më thënë, studentët e tillë mund të stimulohen, pavarësisht si studiojnë, shkojnë në formë private, shkojnë në formë bursë, po këtu qyteti i Shkupit duhet t'i stimulojë. Unë kisha thënë me aspekt financiar, duke në shkruajtur një kontratë ose marrëveshje që obligohet pranuesi i bursës që në 5 vitet të ardhshme, pas mbarimit të studimeve, që të kthejë dhe të kontribuojnë në qytetin e Shkupit. Dhe kjo është një farë forme që ne ti tërheqim studentët të cilët shkojnë, marrin njohuri, përvojë dhe kthehen këtu, mos ndodhe kundërta të studiojnë deri në shkollë të mesme këtu, ti përgatisen dhe pastaj të ngelin në jashtë. Këshilli i qytetit Shkupit përbëhet nga 45 anëtarë. Prej tyre
Përvoja ka treguar që në menaxhmentet e kaluara prej 45-ve vetëm 6 deri në 7 kanë qenë këshilltar shqiptar. Nëse marrim për bazë të dhënat e fundit të regjistrimit të popullsisë vitit 2021, rezulton që përfaqësimi i shqiptarëve në Këshillin e qytetit të Shkupit është më i ulët se 16%, për dallim prej popullsisë prezente në qytetin e Shkupit që rezulton diku 22.8%. Dhe kjo diskrepance e përfaqësimit etnik të shqiptarëve në Këshillin e qytetit të Shkupit në çfarë mënyre ju do ta adresonit këtë pabarazi përfaqësuese në Këshillin e qytetit të Shkupit? Jo, shifat është pjesëmarrja dhe numri i këshilltarëve vis-a-vis numrit të popullatës nuk duhet të jetë eksakt, sepse është proces zgjedhor dhe varet nga kontributi, varet nga pjesëmarrja e gjithë etniteteve në Por faktori kryesor është stimulimi atyre që garojnë, absolutisht. Jo, sigurisht. Prandaj edhe ne unë jam në garë, domethënë për ta bërë të rëndësishme edhe për shqiptarët, domethënë qytetin e Shkupit, për të bërë pjesëmarrës në vendimarrje në kuadër të qytetit të Shkupit dhe në bazë të ligjit për veçëverisje lokale, normal se rol të rëndësishëm luan edhe Këshilli i komunës. Në praktika tregon se parafërsisht 7 deri 9 ka pas këshilltar në qytetin e Shkupit dhe unë mendoj se ky numër do të rritet. A është i mjaftueshëm ky numër? Do të rritet dhe do të jetë konform asaj që tham, domethënë 22.8% ose 23%, po sigurisht se varet nga pjesëmarrja edhe vota, domethënë për vot për shqiptarët në këtë rast, nga votuesit të ndryshëm, sepse ne nuk jemi të kufizuar. Që do të thotë se nëse matematikisht ta themi, nëse kemi 50% daljeve tek pala maqedonase dhe nëse kemi 50% dalje tek pala shqiptare, domethënë ne mund të arrijmë numrin e 9 maksimalizuar. Po nëse ka diskrepancë reflekton edhe në numrin e këshilltarëve. Kështu që për Shkup duhet të ketë stimulim, domethënë më shumë për dalje, edhe për kandidat, domethënë për qytetin e Shkupit, por edhe për këshilltarët komunal. Transparenca dhe keq menaxhimi janë dy antonime. Kur mungon transparenca, ekziston rreziku për shpërfaqjen e keq menaxhimit me resurse publike. Në këtë drejtim, buxheti i qytetit të Shkupit për një vit është mbi 100 milion euro, por qytetarët janë të painformuar mjaftueshëm mbi atë se si menaxhohet ky buxhet i qytetit të Shkupit, ku alokohen këto mjete, si shkojnë këto mjete dhe kjo në këtë drejtim kjo vjen si pasojë e mungesës së transparencës nga qyteti i Shkupit. Ju a keni plan konkret që t'jeni më transparent për qytetarët pra ta përmbushni një obligim që me resurset publike të menaxhohet në mënyrë publike? Po, domethënë përshkrim i keq menaxhimit dhe jo transparencës jemi dëshmitar të kësaj qeverisje. Në kuadër të qytetit të Shkupit, fatkeqësisht është një miks i çuditshëm, Levica, BDI, domethënë edhe kryetaria aktuale Danella dhe realisht ne jemi dëshmitar të kaosit që është krijuar në qytetin e Shkupit. Pse ka ndodhur kjo? Sepse ne dalim dhe kërkojmë vota nga qytetarët dhe mungon që qytetarët të konsultohen kur realizohen projekte. Domethënë ligji për veçëverisje lokale e mundson participimin qytetar në krijimin e politikave. Është një praktikë, domethënë që ne e kemi implementuar kur kam punuar në UNDP, për shkak se ka qenë një projekt i cili ka pas të bëj me ndihmesën e komunave në realizimin e projekteve dhe një ndër shtytësit kryesor ka qenë pjesëmarrja e qytetarëve. Qytetarët, shembull, në komunat më të vogla kanë zgjedhur 3 projekte dhe prej tyre 3 projekteve me vota zgjedhin cili do të implementohet. Dati nuk ka idhnim, ka votim, domethënë publik dhe tek definicioni i transparencës si segment është shumë rëndësishme pjesëmarrja qytetare, që i ka munguar domethënë qytetit të Shkupit që në përpilimin e buxhetit, për shkak se zakonisht në fund vit ndodh përpilimi i buxhetit dhe Këshilli Komunal bashkërisht me qytetarët, me kryetarët duhet konsultoj këtë rast jo vetëm qytetarët,
Ajo bëhet në formë të anketave, bëhet në formë të bimeve, por edhe këtu grupet e interesit. Duhet konsultohet edhe biznesi, sepse paraprakisht ne folëm edhe për çështjen se si të kyçet biznesi në kuadër të qytetit të Shkupit. Mirë, po ka edhe organizata ndryshme, jo qeveritare, grupet e interesit të cilat bëjnë monitorim, megjithatë nuk kanë qenë të kyçur në konsultim për pregaditjen e buxheteve të arsimit. Po ju a premtoni që do t'i publikoni gjitha shpenzimet dhe tenderët në mënyrë online, në mënyrë të digitalizuar? Sa i përket tenderave, mendoj se ekziston një ligj që janë online, domethënë nuk mund t'i askush, asnjë institucion në këtë rast për shkak se ligji obligon një gjë të tillë, po atë që mund premtoj është që konsultimi të vazhdojë me grupe të ndryshme të interesit, organizata qeveritare dhe të implementohet çat praktikë që kemi mësuar edhe në gjatë përvojës në organizatat, sidomos në organizatat ndërkombëtare. Nëse marrim përballë vetëm mandatin e fundit, por në përgjithësi edhe më herët daton dy problemet kyçe kryesore me qytetin e Shkupit, do thotë kemi ajrin e ndotur që për fatin tonë të keq shpesh herë qyteti i Shkupit ka kryesuar në listën e qyteteve me ajrin më të ndotur edhe në botë. Në këtë drejtim, një si problematik kryesore dhe e dyta çështja e transportit publik, ju vetë e përmendët në hyrje që me të vërtetë është një kaos në transportin publik në Shkup për shkak se kemi një numër të konsiderueshëm, pra mbi 200.000 qytetarë brenda ditës që shfrytëzojnë transportin publik. Në anën tjetër kemi një transport publik që nuk i plotson kushtet dhe standardet normale për të shfrytzuar nga qytetarët. Që pasaj këto, pse po i përmendim bashkërisht këto dy probleme, për shkak se edhe autobusët e vjetruar, edhe mungesa shërbimeve profesionale të transportit publik, ndikon që qytetarët të përdorin makinat e tyre private dhe kjo me automatizëm ndikon edhe në ndotjen e ajrit. Në këtë drejtim, çfarë plani konkret ju keni për rregullimin dhe sistematizimin e transportit publik, por edhe si do të ndikoni si komunë në pastrimin e ajrit? Fatkeqësisht janë qyteti i Shkupit në statistikat e fundit, në 4 vitet e fundit dominon në përqindjen e ndotjes në nivel edhe botëror. Do të nisem nga kjo e fundit. Qyteti i Shkupit nga keq menaxhimi nuk ka marrë përvoja të mira të grumbullimit të mbeturinave dhe të njëjtat t'i adresoj që të ndikojnë edhe në mirëqenien e qytetarëve. Si shembull ata marr se për shkak se përveç se kam qenë në Trento, kam qenë edhe në Ljubljanë gjatë studimeve 6 muaj dhe Ljubljana si qytet e ka të rregulluar grumbullimin e mbeturinave dhe krijuar deponi e cila jo përveç se bën selektimin, grumbullimin, po të njëjtën e ka shndruar edhe në profit, në krijimin e energjisë dhe vajrave të cilat pastaj mund të shfrytëzohen si vajra sekondare. Që i mungon, domethënë qytetit të Shkupit, kompania për momentin ndërmarrja publike Drislla bën vetëm grumbullimin. Pastaj është vendosur në një zonë të qytetit të Shkupit që ndikon edhe tek fshati Batinc. Vetëm grumbullohet, nuk përpunohen që domethënë do të gjendet një model i ngjashëm sikur Ljubljana për të rrëmbulluar. Sa i përket transportit publik, e njëjta edhe kjo ndikon tek ndotja e ajrit për shkak se ne nuk kemi transport të lirë, nuk kemi transport në kohë dhe nuk kemi transport të shpejt. Po që se ndodhen dhe të kemi këto elemente për qytetarët, ajo ndikon në shfrytëzimin e transportit publik për nevojat e përditshme, qoftë për punë, qoftë për nevojat në këtë drejtim u premtoni studentëve të gjitha universiteteve pavarësisht private ose private publike që do të jenë shfrytëzues të transportit publik? Është mekanizëm sidomos për nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët që përdoren gjithë qytetet në Evropë dhe nuk mund të ikim edhe ne si qytet i Shkupit dhe duhet të aplikohet edhe për to. Me që jemi në minutat e fundit, zoti Bakiu, ju gjatë kësaj bisede dhe interviste që po e realizojmë, vazhdimisht kritikuat menaxhimin aktual të qytetit të Shkupit. A jeni penduar që ju e keni mbështetur zonën Daniel Arsovska të jetë kryetari i qytetit të Shkupit? Deri në momentin fillim, derisa ajo dëgjonte sa i përket këshillave, ka një profesionist kushtimisht në sferën e decentralizimit që nënkupton 3 deri 4 muajt e parë. Besoj se nuk ka pas probleme të tilla që i shohim sot. Megjithatë në politikë asgjë nuk është e pamundshme. Ajo ndryshoi aq tepër sa u lidh edhe me kundërshtarët e saj, në këtë rast me kriju një partneritet me BDI-n dhe që atëherë prognoza jonë ishte se
fatkeqësisht edhe qyteti, nëse dol ajo prej Kolloseku, u bashkuan me BD-n të me Lëvicën, do të dështoj, do të pësoj qyteti i Shkupit. Varet shumë edhe nga karakteri i saj, që fatkeqësisht u transformua nga një kandidate që dëshiron të kontribuojë në një vetanake që ku kishte qëllime. Dhe pyetja e fundit, zoti Bakiu, jo të qenurit kandidat nuk e keni punë që po e bëni për herë të parë, pra ja keni marrë dorën kësaj pune. Të kandidoni sërish pas humbjes, kërkon guxim apo është rrezikim? Unë mendoj se është guxim dhe nevojë. Faleminderit zoti Bakiu, ne do të vazhdojmë ta ndjekim fushatën tuaj dhe do t'ju mbajmë për fjale, për premtimet dhe zotimet që dhatë këtu dhe nga fushata. Sigurisht, këtu jemi, sapo ka filluar kampanja, ne i qëndrojmë fjaleve tona pas. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, shihemi deri në intervistat apo përballjet e radhës me kandidatët e komunave tjera. Deri atëherë, mirëmbëjtje.